Kosova ka humbur një vit të tërë nga paraliza politike, kështu thuhet në draft të raportin vjetor për Kosovën në Parlamentin Evropian, ku shprehet keqardhje që kuvendi nuk arriti të zgjedhë presidentin e ri brenda afatit kushtetues. Dokumenti cituar nga mediat kosovare përshëndet formimin e kuvendit dhe të qeverisë pas zgjedhjeve të 28 dhjetorit, por thekson se dështimi për zgjedhjen e presidentit e çoi vendin drejt zgjedhjeve të reja. Në draft merret parasysh edhe dekreti i presidentes Vjosa Osmani për shpërndarjen e kuvendit. Raporti është përgatitur nga eurodeputeti Rio Terras, raportues për Kosovën në Parlamentin Evropian. Në të thuhet se viti i kaluar u shënua nga bllokimi politik dhe se 2025 konsiderohet praktikisht një vit i humbur për vendin. Në të njëjtën kohë, dokumenti përshëndet heqjen graduale të masave ndëshkuese ndaj Kosovës, që nisën në maj të vitit të kaluar dhe kërkon që edhe masat e mbetura të hiqen menjëherë, pasi nuk konsiderohen më të justifikuara dhe vazhdojnë të kenë ndikim negativ në shoqërinë kosovare. Draft të raportit mbështet edhe kërkesën e Kosovës për anëtarësimin në Bashkimin Evropian. 5 shtetet e BE-s që ende nuk e ka njohur Kosovën u bë të thirrjet të ecin drejt njohjes në mënyrë që Kosova të përparojë njësoj si kandidatët e tjerë. Draft raporti do të diskutohet javën e ardhshme në Komitetin për Politikë të Jashtme të Parlamentit Evropian, ndërsa më vonë gjatë vitit pritet të votohet në seancë plenare, kur dokumenti do të marrë edhe formën përfundimtare të rezolutës.